Shikues të nderuar, përshëndetje, jemi së bashku me gjurmët, ndërsa në emisionet tona kemi biseduar vazhdimisht për të gjitha sfidat edhe peripecit që ka sistemi jonë shëndetësor dhe problemet me të cilat përballen çdo ditë pacientët, por edhe profesionistët shëndetësor. Kemi diskutuar për problemet strukturore, për mangësit, për mungesën e burimeve dhe për largimin e mjekëve të rinj nga vendi. Por sot do të ndalemi nga ana tjetër e medaljes, tek suksesit, tek përkushtimi dhe tek shpresa për një sistem më të mirë shëndetësor. Pavarësisht sfidave të sistemit, ka të rinj që me punë, me përkushtim, me disiplinë e vizion, arrin që të dallojnë dhe të bëjnë shembull frymëzimi. E ftuara jonë sot është një mjeke e re, sapo diplomuar dhe e rënditur ndër studentet më të dalluara të vitit në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë, një arritje që nuk vjen rastësisht, por si rezultati i viteve të tëra përkushtimi, sakrifice dhe një mesatare të lartë në një nga degët më sfiduese akademike. Të gjithë e dimë se sa e vështirë është të hysh edhe të qëndrosh në Fakultetin e Mjekësisë. Sot do të flasim për rrugtimin e saj në mjekësi, nga zgjedhja e profesionit, sfidat gjatë studimeve, momentet më të vështira, mbështetja e familjes, por edhe vizionin e saj afatgjatë për të ardhmen dhe si është ajo nga këndvështrimi i saj sistemin shëndetësor sot në Martoninë e Veriut si një mjekë e re. Një histori suksesi që na rikujton se investimi më i madh për të ardhmen e shëndetësisë janë pikërisht të rinj të përkushtuar që zgjedhin të ecin drejt kësaj rruge. Me neve sot kam kënaqësinë që ta kem Rina Azirin. Mirë se erdhe, Rina. Mirëmëngjeta, përshëndetje. Unë jam Rina Aziri, mjeke e sapo diplomuar. Ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem pjesë e emisionit dhe të ndaj pak nga rrugtimi edhe nga përvojat gjatë viteve të studimeve. Shumë kënaqësi edhe për neve, Rina. Atëherë 11 shkurtit, tani si kështu para se të hyjmë pak më thellë në diskutimin tonë për të gjithë rrugtimin tënd. 11 shkurti ishte një ditë e dyfisht gëzimi për ty edhe feste. Si u ndjeve kur pikërisht ditëlindja jote, nëse nuk gabohem, u kurorëzua edhe me këtë vlerësim kaq të rëndësishëm që e more si një ndër studentet më të dalluara në Fakultetin e Mjekësisë? Ishte një ditë e veçantë për mua. Ditëlindjet edhe ashtu janë ditë speciale për secilin prej nesh dhe fakti që atë ditë u realizua dhe eventi ku unë mora vlerësimin nga Fondacioni Albiz si një ndër 10 studentet me sukses të dalluar, kjo më dha një nder të veçantë. Shfrytëzoj rastin që të falenderoj edhe Fondacionin për këtë iniciativë. Janë momente ku na japin lumturi edhe ndjesi të veçantë, duke pasur parasysh se puna jonë në fond ka një shpërblim. Dhe kjo na bën të ndjehemi të vlerësuar. Kjo është pjesa më e mirë, kur gjithë mundja dhe sakrificat që ke bërë ndër vite, më në fund të vlerësohet. Cili ishte mendimi i parë që të erdhi në mendje kur e kuptove që do të jesh një ndër 10 studentat më të dalluar, duke marrë parasysh që kemi një numër shumë të madh të studentëve dhe pikërisht në këtë fakultet është vështirë që të mbash një mesatare aq të lartë? Mendimi i parë që më erdhi në mendje ishte mirënjohja. Në atë moment pata një ndjesi reflektimi për gjithë rrugtimin e kaluar deri tani. Më kujtuan gjitha orët e gjata të studimeve, netët pa gjumë, pengesat edhe sfidat gjatë asaj periudhe dhe e parë se në fund po shihet rezultati i gjitha ti mundi. Kisha një vorbull të emocioneve të papërshkruar, sepse ishte edhe hera e parë që po merja një vlerësim publik dhe kjo më dha një ndjesi shumë të mirë. Me njëherë lajmin e ndava me ata që kisha më afër, si zakonisht familjen time, që kanë qenë edhe mbështetja më e madhe gjatë këtij rrugtimi dhe mendoj se ky sukses na bëri të lumtur shumë të gjithëve, sepse sukseset të tilla zakonisht i përkasin një familje të tërë dhe janë rrallë herë individuale. Shumë e vërtet kjo, dhe këtu dhe ishta dalkujtja dedikon këtë arritje përveç vetes, se pranë teje nuk dyshoj që ke pasur të afërm që të kanë mbështetur në rrugtimin tënd. Po, patjetër, padyshim, përveç vetes ja dedikoj familjes time. Ata gjithmonë kanë qenë shtylla dhe forca shtytse e imja. Studimet mjekësi janë studimet të gjata, sfiduese, të vështira. Dhe sidomos ajo gjatësia, koha e zgjatjes provimeve, është ajo që momenti më kyç ku edhe vrehet roli i familjes dhe janë ata pikërisht që të shtyjnë sidomos në ato momente ku bëhet shumë e vështirë, ndoshta edhe në momente kur humb shpresën edhe kur humb motivimin, me një mbështetje që
mund të jetë ose motivim me fjalë, ose lehtësi nga angazhimet familjare dhe në fund shihet një rezultat i kënaqshëm për të gjithë dhe shpresoj që kam arritur të bëj krenar. Nuk dyshoj të kjo pjesë dhe shumë e vërtet ajo që edhe the paraprakisht, kjo nuk është as pak një punë individuale, është një punë që kërkon mbështetje nga rrethi yt. Pse zgjodhe mjekësinë pikërisht? A ishte ndoshta një ëndër prej nga fëmijëria, siç e kam pasur edhe shumë të rinj, apo ishte ndonjë shtys prej familjes, diçka që e ke zgjedh pak më vonë? Si nise? Zgjedhja që të ndjek studimet mjekësi ka qenë ëndër fëmijërore. E keni parasysh atë pyetjen kur na i bën të vegjël çka do të bësh kur të rritesh? Përgjigjja ime gjithmonë ka qenë se dua të bëhem mjeke. Dhe kjo ndër vite nuk ka ndryshuar as pak. Duke filluar që nga shkolla fillore derisa në fund arrita të filloj dhe të ndjek studimet. Ka pasur edhe raste kur kam dëgjuar të më thonë janë studimet gjata ose janë studimet vështira, do kesh shumë faza derisa të arrish tek punësimi, por asnjëra nga ato realisht nuk ka qenë aq e fuqishme sa që mund të rrëzoja të ambicien time fëmijërore dhe të më ndaloj që të ndjek ëndrrën time. Edhe kjo është e përmenda edhe vetë shumë shpesh kur jemi të vegjël na pyesin çka do të bësh kur të rritesh, edhe të gjithë jemi të ato drejtimet o mjekësi, o mësuese, o diçka, por shumë pak e realizojnë këtë pjesën e mjekësisë, është me të vërtet një drejtim shumë i vështirë. Në çfarë drejtimi konkretisht ke mbaruar studimet edhe sa sfidues ishte në tërësi gjithë ky procesi në fakultetin e mjekësisë? Unë studimet kam përfunduar në mjekësinë e përgjithshme. Mund të them se është një proces mjaft sfidues, duke pas parasysh se kemi një volum shumë të madh të materialit i cili duhet të përvetësohet. Volumi i materialit është i rëndësishëm, po duke pas parasysh se kemi të bëjmë me jetën e njeriut merr kuptim më ndryshe, është diçka që duhet jo vetëm të procesohet mirë, po edhe të kuptohet thellësisht, sepse nuk mjafton vetëm memorizim i thjeshtë informacioneve, duhet bëhet lidhje e qartë e informacioneve që nesër kur të kemi në dorë të marrim vendime më komplekse, të janë mendime të qarta dhe të sigurta. Patjetër, ke punë me njerëz dhe ke në dorë fatin edhe jetën e dikujt. Pjesa se sa ka sfida, sfidat ekzistojnë për gjithë studentët e të gjitha drejtimeve, po mendoj se në këto kushte tek studentët e mjekësisë kemi një angazhim të madh akademik, një sistem intensiv me ligjëratat shumëta, orë praktike, klinike dhe gjithashtu edhe kohë që duhet të ndajmë për përgatitjen e provimeve. Dhe kjo e vështirëson pak procesin. Sfidë tjetër që mund ta veçoj është edhe menaxhimi ose balancimi i një jete akademike dhe një jete personale, sociale, cilën mund të them se shumica mund ta anashkalojnë. Unë jam një nga ato që personalisht nuk mendoj se kam arritur ta menaxhoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Jam munduar të kem edhe jetë sociale, po e vështirë. E vështirë pak është. Kur ja që e angazhuar, cili ka qenë momenti më i vështirë për gjatë studimeve tua, nëse mund të më ndash një moment që ka qenë me të vërtet sfidues edhe që vështirë ke përballuar? Nëse mund ta veçoj, do të ishte koha e pandemisë, në kohën kur ishim të izoluar, është profesion që do punë praktike dhe angazhim praktik. Dhe në kohën kur ishte izolimi, për mua u vështirësua pak më shumë, se jam pak person që do t'i sheh sendet konkrete. Dhe kjo e vështirësoi procesin e të mësuarit dhe mendoj se pak na lap më mbrapa në një aspekt, sepse pikërisht në kohën kur u bë ajo ndërprerja, ishte faza ku unë bëja kalimin nga periudha paraklinike në periudhën e studimeve klinike, ku aty morim bazat thelbësore të komunikimit mjek-pacient, të cilat na ndihmojnë të ndërtojmë një karrierë të suksesshme. Po megjithatë mendoj se u t'i kalua në fazat e më të tjeshme, në orët praktike të organizuara dhe arritëm ta mbulojmë atë dobësitë. Ishte kjo një periudhë shumë sfiduese, besoj për të gjitha profesionet dhe për të gjithë njerëzit në lëmi të ndryshme. Si arrihet një mesatare kaq e lartë në një degë kaq të vështirë? Na trego pak sekretin tënd për të gjithë ata që na ndjekin edhe ndoshta janë studentë dhe kanë të vështirë që të arrijnë
një mesatare aq të lartë edhe në fakultetet tjera, po sidomos në mjekësi që dihet sa vështirë është të mbahet? Unë mendoj se nuk ka një sekret vetëm që të arrihet mesatare e lartë. Mendoj se ajo është një kombinim i punës, angazhimit edhe forcës për të vazhduar edhe atëherë kur ndoshta motivimi nuk është në nivelin e lartë më të mundshëm, edhe atëherë kur ndoshta ka dyshim edhe dëshpërim. Unë personalisht gjatë përvojës time kam pasur momente dyshimi edhe dëshpërimi, të cilat ma kanë vështirësu shumë rrugtimin, po megjithatë gjithmonë i kam dhënë vlerë atyre hapave dhe përpjekjeve të vogla, të cilat mund të duken shumë minimaliste, po realisht kanë një vlerë shumë të madhe kur bashkohen në fund. Dhe mendoj se nëse mund t'i përcjell një mesazh atyre që duan të arrijnë një mesatare të lartë, do të ishte që të mos e nënvlerësojnë rëndësinë e hapave të vegjël, sepse çdo ditë nga pak do të thotë shumë. Dhe të mos fokusohen, mendimi im është që të mos fokusohen në notë, sepse ajo është diçka që vjen natyrisht duke punuar me shumë mund dhe angazhim, dhe prandaj mendoj se vlera kryesore duhet jepet thellësisë dhe kuptimit të informacionit. Shumë mesazh i bukur ky që përqove, po sa orë në ditë të është dashur të studiosh edhe si ke arrit që ta organizosh kohën, se kjo është pjesa më e vështirë, ndoshta kur studion. Kur na pyesin neve studentëve të mjekësisë për sa orë në ditë, për disa mund duket edhe qesharake, po realisht bëhet fjalë për shumë orë. Nuk dua ta përcaktoj saktësisht se ka orë kam mësuar çdo ditë. Mos tremben, po. Mund të them se varet edhe nga shumë faktorë, duke pas parasysh se nuk është vetëm mësimi, kemi edhe angazhim me ligjërata, me orë praktike, kemi edhe jetë personale, kemi ndryshime kohore gjatë semestrit, kohët e vitit, dhe prandaj kjo është diçka e ndryshueshme. Po mendoj nëse merret një minimum në një ditë mesatare normale, mendoj se minimumi do të jetë 5 orë. Po ka pas raste kur ka mësuar edhe më pak, normalisht, ka pas raste kur nuk ka mësuar fare, po ka pas edhe raste të tilla ku kohën e kam pas, koncentrimi ka qenë maksimal dhe ka mësuar edhe më shumë se aq, sidomos në kohën kur afrohen afatet e provimeve ku mësimi normalisht është pak më intensiv. Para se të vazhdojmë tutje me bisedën tonë, do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin tonë. Jemi sërish së bashku, po diskutojmë Erinën për të gjithë suksesin e saj të arritur si studentja më e dalluar, ndër më të dalluarat e këtij viti në Fakultetin e Mjekësisë. Dua të di sa e rëndësishme është për studentët që puna e tyre të vlerësohet edhe publikisht, siç ka ndodhur në rastin tënd. Vlerësimi publik, unë mendoj se është i rëndësishëm në dy aspekte. Këtu do të cek aspektin individual, tash edhe pak nga përvoja. Mendoj se vlerësimi publik studentit, po edhe vetë fituesit të vlerësimit, i jep një motivim edhe më të madh që të vazhdojë më tutje me një përkushtim edhe më të madh. Po mendoj se ka edhe një rëndësi shoqërore, mendoj një dimension më të gjerë, që shërben edhe si inspirim për studentët e tjerë. Mendoj se vlerësimi publik është diçka që e lidh suksesin me punën dhe angazhimin dhe jo me rastësinë dhe me fatin që miret si zakonisht. Dhe mendoj se në të ardhmen duhet të ketë më shumë iniciativa të tilla, sepse mendoj se në këtë mënyrë do të ishte një kontribut shumë i mirë edhe për motivimin e atyre që janë të suksesshëm, po edhe të stimulojmë edhe gjeneratat e tjera që të kenë dëshirë të arrijnë sukseset të tilla. Kjo është edhe pjesa më e rëndësishme. A ka pasur ndonjë profesor apo ndonjë mentor që veçanërisht ka ndikuar në procesin tënd të studimeve dhe më pas të arritjes së këtij suksesi? Të tillë profesor dhe mentor mund të them se kam pas fatin të takoj shumë, edhe jam shumë e lumtur që kam pas atë kontakt me ta. Në ato situata kur takon profesionistë të tillë që kanë një
dëshira dhe vullnet të madh të përcjellin njohuritë e tyre tek studentët është një lumturi e madhe. Për neve si student, kur shohim se angazhohen mentorët me ne, na jep një ndjesi vlerësime dhe shohim se ka shpresë për një sistem më të mirë shëndetësor dhe ato që mund të veçoj janë edhe lëndët paraklinike ku ne marrim bazat, edhe lëndët më vonë, po mendoj se një mentor i mirë nuk është vetëm ai që i përcjell njohuritë shkencore dhe akademike. Sigurisht. Mendoj se mentor të mirë e bën edhe atë që është në gjendje të ndajë edhe ato përvojat e veta, vështirësitë e veta, ku personalisht kam pas rastin me profesor të tillë që na japin atë idenë se nuk jemi vetëm në këtë rrugtim, po mua më kanë dhënë edhe një motivim që pse jo në të ardhmen të jem edhe unë dikush që të transmetoj njohuritë e mia tek gjeneratat e reja. Sigurisht dhe kjo është një pjesë shumë e bukur që jo të gjithë profesorët e kanë, është besoj një diçka e lindur që e dallon profesorin nga profesori. Si e sheh sot sistemin shëndetësor në Maqedoni nga perspektiva jote e një mjeke të re? Për shkak se neve në emisionet tona kemi diskutuar vazhdimisht për të gjitha sfidat edhe ato mangësitë që ka ky sistem që janë të shumta, po tani dua të marrë edhe mendimin tënd edhe këndvështrimin tënd. Si mjeke e re, me aq sa kam pas rastin të shoh, mendoj se në sistemin tonë shëndetësor janë të përfshirë mjek shumë të mirë dhe profesional. Ka një potencial të madh zhvillime, po ka edhe mangësitë e veta si që ka dhe çdo sistem tjetër në botë. Mendoj se edhe sistemi ynë nuk është se bën ndonjë përjashtim nga ata. Mendoj se ka mangësi sa i përket pjesës organizimit dhe pjesës ku ka mungesë stafit, ka pritje të gjata, ndoshta nevojë për përmirësime të infrastrukturës, Sigurisht. Nevojë për burime dhe aparatura që të zhvillohet puna më mirë. Po gjithsesi mendoj se me një strategji të mirë pune është diçka që të i kalohet. Përmendet vazhdimisht që neve kemi me të vërtet mjek të rinj që janë shumë të mirë dhe adekuat që bëjmë punën e tyre ashtu siç duhet, po a mendon se sistemi aktual i jep hapësirën e dur mjekëve të rinj që janë të sapo diplomuar si në rastin tënd që të zhvillohen sa më mirë dhe sa më shpejt profesionalisht? Unë mendoj se mjekët e rinj janë një kategori shumë energjike dhe shumë e motivuar që të kontribuojnë në sistemin shëndetësor. Edhe mendoj se duhet t'i jepet hapësirë. Po, me sa kam dëgjuar tash si mjek e ri, nuk është se lehtë të vjen deri tek punësimi, edhe nuk është se kanë hapësirën e mjaftueshme për të zhvilluar, gjë që mendoj se është pak e çuar dëm, duke pas parasysh se janë kategori që kanë atë vullnetin të sjellin ide dhe energji të reja edhe punë moderne. Edhe pjesa më e dhimbshme është ajo kur mjekët tanë të rinj që janë të kualifikuar marrin rrugën edhe largohen nga vendi për një të ardhme më të mirë dhe për të gjetur punë më kompetente, më adekuate për to. Është sfidë largimi mjekëve të rinj jashtë vendit, ti je rrethuar me të rinj të sapo diplomuar, sa e sheh tendencën tek to për tu larguar? Unë mendoj se është një sfidë madje edhe shumë e madhe, sepse edhe vetë kam në rreth kolegë të cilët kanë plane të tilla. Mendoj se kjo është një boshllëk i sistemit, sepse nga njëra anë shteti investon për edukimin sa më të mirë të studentëve me disa masa të cilat i përkra, dhe nga ana tjetër nuk ka kushtet mjaftueshme punësime që të mund t'i mbaj brenda në shtet. Edhe kjo është një sfidë që e rëndon sistemin tonë shëndetësor duke pasur parasysh se kapacitetet e reja tentojnë të largohen dhe mbetemi pa mjet. Rina, po për ty, a mendon ta ndërtosh karrierën tënde këtu në Maqedoni ose kërkon edhe ti që të largohesh jashtë ndoshta për një të ardhmen më të mirë? Kjo është një pyetje që mendoj secili mjek në një pikë të rrugtimit të tij e mendon.
Për mua personalisht, dëshira ime është që të qëndroj këtu dhe të kontriboj për vendin tim. Njohuritë dhe energjitë e mia të orientoj këtu, po sigurisht nëse ofrohen kushte të mira për avancim në karrierë. Dhe mendoj se çdo mjek ka dëshirë, po edhe e meriton një trajtim dinjitoz, një vlerësim dinjitoz, të them, kushte të mira pune, po më e rëndësishmja edhe mundësi zhvillimi profesionale. Këtu duhet përmend qasje më të lehtë në programet e specializimit dhe trajnimet vazhdueshme. A mendon të specializosh, Rina, në çfarë Po, do drejtoje? mendimi im është të specializoj në lëmin e pediatrisë, aty më shumë e gjej veten, e shoh veten të kontriboj në shëndetin edhe mirëqenjen e fëmijëve. Kjo më jep lumturi për momentin. Sa mirë. Rina, a mendon se pacienti në Maqedoni e merr kujdesin edhe dinjitetin që e meriton nga sistemi shëndetësor, nga mjekët, nga e gjithë struktura? Mendoj se çdo mjek e bën punën e tij me përkushtim, edhe mundohet që pacienti të marrë atë trajtimin më cilësor edhe më dinjitoz që meriton. Në rastet kur thuhet se nuk e merr, unë mendoj më shumë se është nga vështirësitë e sistemit, mangësitë e sistemit, ku kemi mbi ngarkesë, pritje të gjata dhe mendoj se aty pak bie cilësia. Po mendoj se nëse të i kalohen këto mangësi, edhe trajtimi do t'jetë më cilësor. Sigurisht, se problemi nuk është aq shumë te mjekët personalisht, sa është te sistemi në tërësi. Nuk është tek njohurit profesionale. Sigurisht, se neve të përmenda dhe më herët, përmendemi edhe në rajon, por edhe më gjërë, se kemi me të vërtet të rinj dhe staf shumë kuadro të kualifikuara, por që sistemi aktual që e kemi ndoshta nuk u mundson edhe atyre që në tërësi të shfrytëzojnë të gjitha njohuritë e tyre. Më pas edhe problemet e tjera strukturore, si pritjet e gjata të pacientëve që shkaktojnë edhe më shumë konfuzitet dhe nervozizëm, të këto që është shumë e kuptueshme. E përmendëm edhe më herët komunikimin mjek-pacient. Sa e rëndësishme është pikërisht kjo edhe a trajnohen mjaftueshëm studentët pikërisht për këtë aspekt? Komunikimi mes mjekut dhe pacientit mendoj se është thelbësore. Patjetër që diagnoza dhe trajtimi kanë një rol të rëndësishëm, po mendoj se çdo pacient përveç që dëshiron të jetë i trajtuar mirë, dëshiron të jetë i dëgjuar, të jetë edhe i kuptuar. Dhe prandaj mendoj se aftësitë komunikuese të një mjeku janë ato që e bëjnë besimin më të fortë tek pacienti, dhe ato të cilat ndikojnë në procesin e trajtimit për një bashkëpunim më të mirë. Sa i përket pjesës sa trajnohen mjaftueshëm, unë mendoj se po, relativisht mirë. Kemi ushtrime praktike të gjata, të shumta në praktikë klinike, ku jemi të detyruar të marrim anamneza, kemi drejt për drejt vetë kontakt me pacient dhe mandej marrim vlerësim nga asistentët. Po gjithsesi, mendoj se komunikimi vetë si mjek është diçka që zhvillohet me kohë, me përvojë, me shkëmbimin e përvojave, me mjekëve tjerë më të vjetër, pra është diçka që ndërtohet me kohë. Shumë e vërtet kjo. Çka duhet të ndryshojë që ti edhe kolegët e tu të mos largoheni nga Maqedonia dhe të veproni edhe ndërtoni karrierën tuaj këtu në Maqedoni? Mendoj se ajo që duhet të ndryshojë që të qëndrojnë mjekët këtu, është përmirësimi i kushteve të punës, përmirësimi i mundësive për zhvillim profesional, të ofrohen dhe të jenë më të lehta qasjet në specializime, ato që dëshirojnë. Përmirësimi i kushteve të punës e kuptoj atë pjesën të mundësohet një ambient më profesional, me aparatura më bashkëkohore, që mendoj se janë motivim për mjekët që të japin maksimumin e tyre, po gjithashtu edhe vlerësim më të mirë për mjekët, sepse kur një person ndihet i vlerësuar edhe i respektuar për punën që bëjnë, ajo ndikon pozitivisht duke rritur motivimin për një përkushtim edhe punë më të mirë. A je optimiste për të ardhmen e shëndetësisë në vend, Rina? Unë po jam optimiste. Mendoj se edhe pse ka mangësi, mund të i kalohen me strategjitë e duhura,
Mendoj se ka shpresë përderisa ka mundësi zhvillime. Dhe nëse këto kushtet që deri tani vetëm se i përmenda janë në nivelin e duhur, mendoj se mund të arrihet një nivel i kënaqshëm për të gjithë. Para se të vazhdojmë tutje në pjesën tonë të fundit, do të shkëputemi edhe njëherë për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Qëndroni me ne. U rikthyem përsëri në studio, jemi edhe në pjesën tonë të fundit, siç që paralajmërova paraprakisht. Tani Rina, për te studimeve, si je si person, çka bën në kohën e lirë? E di që pjesë të madhe të kohës tënde e ka zënë kjo pjesa e studimeve dhe orët e gjata mësimore, mirë po, çka je jashtë asaj? Përveç studimeve, unë jam një person që vlerëson shumë momentet e thjeshta. Pas angazhimeve të shumta, gjithmonë vlerësoj të ndaj kohë për veten. Më pëlqen të kaloj kohë me familjen, me njerëzit e afërt edhe me shoqërinë. Vlerësoj shumë një moment bisede, një shëtitje ose një kafe me njerëzit që dua. Më pëlqen gjithashtu të lexoj edhe gjëra që nuk kanë lidhje me mjekësinë. Mirë po prap të lexosh. Të lexoj përsëri, më pëlqen të marr informata të reja, më pëlqen të lexoj libra të cilët kanë të bëjnë me zhvillimin personal, edhe histori që të bëjnë të mendosh ndryshe për jetën. Çfarë sakrificash ke bërë gjatë këtyre viteve që i ke në mendje dhe i din që janë të tuat? Sakrifica më e rëndësishme që mund ta veçoj është kufizimi i socializimit, kufizimi i shëtitjeve dhe aktiviteteve që besoj se shumica i shijojnë në këtë kohë. Është e vërtetë se nuk kemi shumë kohë të kushtojmë jetës personale. Kjo pak varet edhe nga ajo se si vendosim ne vetë të rregullojmë prioritetet e jetës tonë. Po mendoj se tani që jam pak më e lirë, po gjej kohën që sa do pak të rikuperoj deri diku ato mangësi që kanë ekzistuar gjatë viteve studimeve. Rikthehesh eksperiencave tash. Çfarë do t'i thojë një studenti që sapo ka nisur në fakultetin e mjekësisë? Besoj kjo është një pjesë shumë sfiduese dhe shumë stresuese për shumë të rinj që sapo i kanë hyrë kësaj bote dhe ndoshta i friksohen pak. Çfarë këshillash ke për to? Unë fillimisht para këshillash do t'i thoja se ka zgjedhur profesionin më të bukur në botë. Si këshill do e veçoja e para të kenë parasysh se kanë zgjedhur një profesion serioz, i cili do përkushtim. Do të ketë sfida, po do i këshilloja të mos humbin motivimin, sepse ato janë gjithmonë pjesë e rrugtimit, çfarë do lloj drejtimit që të zgjedhen. Dhe e dyta këshill që mund t'i jepja është që të mos fokusohen në nota, të kenë fokusin të kuptojnë informacionin thellësisht dhe të janë të qartë në ato që duan. A është suksesi më shumë talent apo punë? Se kjo është një pyetje që u bëhet vazhdimisht njerëzve të suksesshëm. Unë mendoj suksesin se është një kombinim i të dyjave. E vërtetë është se talenti mund të ndihmojë në kuptimin më të lehtë të informacioneve, ndoshta nuk ke nevojë ta lexosh disa herë një material për ta kuptuar, po mendoj se pa punë talenti mbetet asgjë. Mendoj se ajo që e bën suksesin është përkushtimi dhe qëndrueshmëria, sepse një person mund të ketë talent, po nëse nuk e shfrytëzon, atëherë ajo është e barabartë me zero. Po nëse ka qëndrueshmëri edhe besim në qëllimin e vet, mendoj se nuk ka ëndër të parealizueshme. Rina, cila është ëndra jote e radhës pas të gjithë kësaj që ke realizuar deri më tani? Ëndra ime e radhës, siç e përmenda, është të specializoj në drejtimin e pediatrisë, të shërbej në mirëqenien e fëmijëve, që janë edhe ardhmëria jonë. Përveç specializimit, shpresoj që në të ardhmen të kem arritur të jam një mjeke me karrierë solide, një mjeke që pacientët gjejnë besim edhe siguri. Përveç specializimit, shpresoj të kem mundësinë për zhvillim edhe më të madh profesional, të angazhohem edhe në kërkime shkencore për
avancimin e njohurive, si dhe për ofrimin e shërbimeve më të mira shëndetësore për këtë kategori. Ambicioze, Rina, shumë e bukur kjo. Ku e sheh veten pas 10 vitesh, ta bëj këtë pyetje se u bëhet gjithmonë njerëzve, edhe si mjekje edhe si profesoresh, ndoshta se përmendëm më herët që do të kishe dashur të shpalosje njohuritë tua edhe me gjeneratat e reja, pse jo? Po, qëllimi im është që pas 10 vitesh të kem arritur të jam një specialiste pediatre e kompetente, të bëj profesionin e saj si që duhet, mjeke e respektuar dhe e dashur nga pacientët, të kem ndërtuar marrëdhënie besimi dhe respekti me ta, ndoshta edhe një profesoresh universitare, të kem mundësinë që të ndihmoj studentët që marrin po këtë rrugtim si kur unë, që të zhvillohen edhe më shumë profesionalisht. Çfarë cilësish duhet të ketë një mjek i mirë sipas teje? Përveç cilësive, njohurive profesionale që ato as nuk diskutohen, mendoj se duhet ketë një vullnet të vazhdueshëm për përmirësim, një vullnet të vazhdueshëm për zhvillim, sepse e dim se mjekësia është një degë e cila është çdo ditë në zhvillim, dhe ne si mjek duhet çdo ditë të përditësohemi me ato informacione të reja. Përveç pjesës profesionale, unë e vlerësoj shumë edhe anën njerëzore. Mendoj se një mjek i mirë duhet jetë një mjek që ka aftësi për të dëgjuar dhe për të kuptuar pacientët, një mjek i mirë që trajton me zemër dhe trajton pacientin si njeri, si krijesë e integruar dhe jo si diagnozë. Sigurisht, shumë e bukur kjo. Dhe për fund, nëse do të jepje një mesazh vetes tënde më të re, çfarë do të thoje sot? Mesazhi që do jepja vetes do të ishte që të ketë më shumë besim në vete, në aftësitë e veta dhe në rrugën që ka zgjedhur. Do t'i thoja që të ketë besim më shumë në procesin, edhe pse është një proces sfidues dhe me sfida, po me punë dhe besim në qëllime nuk ka realitet, nuk ka ëndër që nuk bëhet realitet. Shumë e vërtet kjo, dhe gjithçka realizohet me shumë punë dhe përkushtim. Rina, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot të ishe me ne dhe për të gjithë historinë e suksesit tënd që e tregove sot. Faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve.